Kohëve të fundit disa aktivistëve të vendosës janë arrestuar, njëri ndër ta Dardan Molliçaj. Si konsideroni ju këto arrestime? Këto arrestime të fundit që bëhen ndaj aktivistëve të lëvizjes vendosje, po duket shishëzi që janë një fushat ndaj lëvizjes vendosje ose kundrejt lëvizjes vendosje, një fushat arrestimesh që ne me të drejtë e denoncojmë si presion ndaj opozitës dhe presion ndaj fjalës së lirë, për shkak se të njëjtit akuzohen për atë çfarë u takon, për atë çfarë është drejtë e tyre, për protesta kundrejt qeverisë së keqe. Pra, protesta është fjala e lirë dhe thirrje për fjalën e lirë, prandaj ne konsiderojmë gjitha këto arrestime një presion ndaj fjalës së lirë, ndaj lirisë së shprehjes, ndaj lirisë së protestës dhe gjithsesi edhe një presion ndaj opozitës. Janë arrestuar edhe Frashër Krasniqi dhe Enkleva Memushaj. Cilat janë arsyet e arrestimit të dy aktivistëve? Të gjitha këto arrestime, duke përfshirë edhe Frashën, edhe Enkleven, edhe Dardanin dhe të tjerët, janë arsyet e arrestimit të tyre, sipas policisë, janë pjesëmarrja në protesta. Pra, edhe një herë, pjesëmarrja në protesta është e drejtë e qytetarëve, pjesëmarrja në protesta është përveç se e nevojshme tani për tani, po bëhet edhe domosdoshme, prandaj ata po përndjeken nga pushteti dhe regjimi i cili po vazhdon të jetë akoma edhe më i ashpër kundrejt fjalës së lirë dhe drejtës së qytetarëve edhe për të protestuar. Ka përfunduar ultimatumi dhënë për opozitës për qeverinë. Cilat janë hapat e më të tjershëm? Për çdo ditë dhe në çdo moment ka arsye të protestohet ndaj qeverisjes së keqe PDK, LDK dhe Lista Serbe. Ky koalicion qeverisës po vazhdon edhe me tutje ta bëjë të padorueshme jetën e qytetarëve brenda Republikës vet, për të cilën Republika kanë dhënë shumë. Prandaj arsyeja për të protestuar është për ditë edhe më shumë e nevojshme. Kështu që po ka përfunduar ultimatumi, afati i dhënë qeverisë, por përgjigjja e qeverisë në mënyrë shumë arrogante e bën më të domosdoshme dhe më të fuqishme protestën dhe reagimin ndaj kësaj qeverisjes dhe po ashtu kjo qeverisje po jep edhe një herë të kuptoj që dy gjëra nuk do t'i bëj asnjëherë. Nuk do ta respektoj demokracinë, kjo qeverisje dhe nuk do të vazhdoj ta përmirësoj jetën e qytetarëve, por po bën të kundërtën. Përderisa bën të kundërtën, vendosmëria jonë për të protestuar mbetet edhe më fuqishme se më parë, por po ashtu edhe arsyeja për të protestuar mbetet po ashtu edhe më e madhe se më herët. Do të vazhdoni me protesta? Patjetër do të vazhdojmë me protesta për shkak se vetëm protestat do ta ndalin të keqen, të cilën po e konstruktojnë qeveritarët në zyrat e tyre. Cili është mendimi juaj për pjesëmarrjen e protestës së qytetarëve herën e kaluar, pasi që nuk ishte sipas parashikimeve, kishte më pak protestues se herën e kaluar. Ishin diku rreth 7.500-8.000 për dallim prej 20.000. Unë nuk du të flas, nuk du të bëj matematik me numra se sa ishin në protestën e fundit, por du të them edhe një gjë, që protesta e fundit nuk është e fundit, as nuk është e para, protesta e fundit është vazhdimsi e protestave që e organizon opozita dhe qytetarët e këtij vendit, dhe po ashtu kërkesat e opozitës janë kërkesat dhe nevojat e qytetarëve, pra ajo protest është një hallk e një zinxhiri gjatë duket të protestave të opozitës dhe qytetarëve të kundër qeverisë së keqe dhe kundër qeverisë së keqe. Prandaj, nëse më lejoni t'ju kujtoj diçka, ka pasur protesta me numër më të vogël, ka pasur protesta me numër më të madh. Ka pasur protesta me dinamik më të shpeshtë dhe me dinamik më të rrallë. Protestat nuk janë ndalur dhe si duket nuk të ndalen. E aq më tepër nuk të ndalen kur tani për ditë më shumë po bëhen të nevojshme kundër qeverisë e cila po vazhdon ta përkeqësoj jetën e qytetarëve. Pra, nëse ju kujtohet, ka pasur edhe protesta të fotografuara më herët nga objekti i qeverisë, ashtu siç ka qenë edhe kjo, por të njëjtët nuk e fotografuan protestën, e cila rezultoi me shkarkimin e ministrit fashist Jablanović, nuk e fotografuan protestën ku mbushej sheshi, vazhdojnë ta shohin protestën si numër të protestës së fundit ose si numër të protestës së jashtme. Pse nuk e fotografuan protestën, po fotografuan gjëra tjera? Cili është mendimi juaj, pse e bën atë? Nuk e di për kë, mund të them për kur e ke fjalën. Për protestat e herës kalume ku ishin 20.000 qytetarë sipas numërimit të ekspertëve. Unë nuk dua të mos përmend qasjen jo korrekte dhe adekuate të qeveritarëve dhe të zëdhënësve të qeveritarëve, për shkak se jo rrallëherë
janë zëdhënës të tyre bëhen këshilltarët e qeveritarëve, kur me aparatet e tyre, me telefonat e tyre fotografojnë atë çfarë kanë dëshirë dhe jo atë çfarë do duhet ta fotografonin, dhe ajo çfarë kishin dëshirë të fotografonin ishin gurët në protestën e suksesshme të shkarkimit të Jablanovićit. Ata fotografonin çfarë ata kishin dëshirë, jo çfarë do duhet të fotografonin, sidoqoftë ata duhet të përcaktohen janë gazetar apo janë politikan, dhe para se të fotografojnë protestat dhe numrin e protestave, numri i cili do të jetë gjithsesi për ditë më i madh, ata do duhet të ishin në përputhje me rolin që kanë marrë dhe në përputhje me detyrat që ata çfarë kanë. Gjatë protestës së fundit, Ministri i Punëve të Jashtme dhe zëvendës kryeministri ka sfiduar opozitën duke luajtur shah. Cili është mendimi juaj për këtë? Nuk e kam problem nëse Ministri i Jashtëm dhe zëvendës kryeministri luan shah, e kam problem që ai luan me fatin e qytetarëve. Prandaj atë ditë ajo nuk ka qenë lojë shahu, atë ditë ajo ka qenë një lojë me fatin e qytetarëve, një lojë e cila nuk do duhet luaj asnjëherë nga asnjë politikan. AK dhe vetëvendosja pas protestës së fundit dolën në konferencë të ndara. Pse ndodhi kjo? Ne jemi subjekte të ndara, por gjithsesi ne jemi të bashkuar edhe të koordinuar në shumë ndërmarrje, qoftë në parlament, qoftë në protesta, dhe mendoj që kjo ka manifestuar një unitet të opozitës. Normalisht ne kemi zyra të ndara, ne kemi edhe salla konferenca është të ndara. Sa herë do që të shifet e nevojshme, do të dalim të bashkuar, sa herë do që të shifet e nevojshme, do të dalim edhe veç e veç, por ne aktivitetet tona i kemi të përbashkuara edhe në kuvend edhe në shesh. Sipas analistëve, pas ndarjes në konferenca, thanë që opozita po ndahet. Sa është i vërtet ky? Ky nuk është lajm, ky është një dëshirë e qeverisë, e cila është dëshirë e parealizueshme për shkak se e di që qeveria shpreson në ndarjen e opozitës, eventualisht në përqarjen e opozitës, por ne nuk kemi ndërmend ta bëjmë një gjë të tillë, përderisa kemi edhe një objektiv të tillë, edhe përderisa kemi një qeverisje të keqe e cila na bashkon në aktivitetet tona kundër kësaj qeverie. A mendoni se vetëvendosja po dëmtohet duke bashkëpunuar me AK-n dhe Nismën, pasi që e din nga deklaratat e kaluara, vetëvendosja ka pasur kritika të ashpra ndaj këtyre dy partive? Edhe njëherë ne jemi subjekte politike të ndryshme, organizata dhe parti të ndryshme me njëra tjetrën, kemi struktura të ndara për një tjetër, por ne nuk jemi një parti, nuk jemi një subjekt i caktuar politik, ne jemi një spektër opozitar, të cilët bashkëveprojmë me një tjetrin, të cilët bashkëveprojmë për qëllime të caktuara dhe në vende të caktuara. Në këtë rast edhe një herë ne bashkëveprojmë në kuvendin e Kosovës dhe ne bashkëveprojmë po ashtu edhe në sheshet e Kosovës kundër qeverisës PDK, LDK, lista serbe. Vetëvendosjes tash së fundi ju kanë larguar disa persona. Pse ndodhi kjo? U mbyllë zyra në Junik, Fatos Aliu dha dorëheqje, Anisha Halimi po ashtu, u përjashtua nga partia. Pse po ndodhin këto? Ne nuk jemi subjekt politik i akullnajave, ne lëvizim, subjektet politike lëvizin përpara, njerëzit përkrahen dhe lëvizin, pra evolojnë ose bëjnë të kundërten, të gjitha subjektet politike ka lëvizjet e tilla, gjithsesi ne po ecim përpara dhe po ashtu aderime, antarësime dhe çantarësime ka kudo në secilin subjekt politik. Ai çfarë është më rëndësishme, lëvizja vetëvendosje vazhdon të jetë në të njëjtën rrugë, vazhdon të jetë konsistente në ato çfarë kërkon, dhe po ashtu lëvizja vetëvendosje duket në sfond që është e ardhmja e qeverisës e këtij vendi, sidoqoftë njerëzit vinë e shkojnë, boshti i lëvizjes mbetet i papërkullur. Janë larguar edhe Florin Krasniqi dhe William Walker. Nuk janë larguar as Florin Krasniqi, as Florin Krasniqi, as William Walker nuk janë larguar. Ky është një spekulim, dhe po ashtu William Walker ka qenë një personalitet ndërkombëtar nga i cili nuk kemi kërkuar që të garoj për lëvizjen vetëvendosje në Parlamentin e Kosovës. Ai nuk ka garuar asnjëherë, ai ka mbështetur kauzën e lëvizjes vetëvendosje, e cila është po ashtu kauzë e këtij vendi dhe shqiptarëve, kurse Florin Krasniqi po ashtu ka qenë deputet i cili me
numra jo të mjaftueshëm nuk ka arritur që të futet në kuvendin e Kosovës si deputet duke qenë në garë. Ai është një ndër aktivistët më të shquar të lëvizjes vetëvendosje, i cili tani për tani një gjë të tillë bën edhe në Kosovë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj dua që ti demantoj të gjithë zërat që thuan që Florin Krasniqi është larguar nga lëvizja vetëvendosje ose William Walker është larguar nga lëvizja vetëvendosje. Nuk është e vërtetë, këto janë vetëm spekullime. Cili është mendimi juaj për Anisha Halimin pasi që ai ishte shtylla e vetme në degën e Skenderajit për lëvizjen vetëvendosje? Për kufizimi shtylla e vetme nuk ekziston, në lëvizjen vetëvendosje nuk ka shtylla të vetme, në lëvizjen vetëvendosje ka aktivizëm dhe aktivist, në lëvizjen vetëvendosje ka organizat, të gjithë njerëzit të cilët të shohin veten pjesë e organizatës dhe strukturës mund të jenë të bashkuar kur ata vendosin mund ta bëjnë të kundërtën. Prandaj në lëvizjen vetëvendosje nuk ka shtylla të vetme, në lëvizjen vetëvendosje ka organizat. Si e shihni rolin e Samil Ushtakut kur jemi këtu te Skënderaj, pse asnjë parti deri tani nuk e ka sfiduar? Samil Ushtaku është kryetari i komunës i zgjedhur në zgjedhjet e caktuara komunale, ka të lashet e veta, është në një proces, prandaj duke qenë në atë proces ne na bën pak a shumë të handikepuar që t'japim vlerësime politike sikur të ishin në rrethana të tjera normale, sidoqoftë Skënderaj vazhdon akoma të mbetet i votuar në shumicë nga votat e PDK-s, por sidoqoftë Samil Ushtaku nuk mund të themi që ka qenë i pasfiduar. Samil Ushtaku e din shumë mirë që përderisa është në politikë, ka qenë, është dhe do të jetë i sfiduar në fushën në rrafshin politik. Le të flasim pak për zgjedhjet në vetëvendosje. A ishte befasi për ty që ishte vetëm një kundërkandidat? Befasi? Ne zakonisht nuk shuhem për befasia të tilla. Në lëvizjen vetëvendosje kemi kaluar një proces zgjedhor, ku jemi vetëm subjekt politik që kryetarin e organizatës e zgjedhë me votë drejt për drejt një antar një votë, dhe kandidat ka qenë Visari Meri, i cili kandidat ka përfituar dhe ka marrë votat e shumicës e antarëve votues të lëvizjes vetëvendosje, dhe kjo e bën edhe një herë Visari Meri një kryetar të organizatës me legjitimitet dhe me kredibilitet të mjaftueshëm për të udhëhequr organizatën, sidoqoftë qenia e vetëm një kandidat, pra Visari Meri duke qenë vetëm një kandidat, nuk ka qenë thjesht privilegj për të, por ka qenë një sfidë për të cilën sfidë e falenderoj që ka marrë përsipër. A mendoni se pas Albin Kurti, si një njeri shumë popullor në lëvizjen vetëvendosje, është Penda Meti, i cili është edhe kryetari i Prishtinës, është dashur të kandidojë për kryetar të partisë? Nuk merrem me paragjykime dhe spekullime të tilla. Për të gjithë ka qenë i hapur sfida e garës për kryetar. A do të kandidoni ndonjëherë për kryetar të lëvizjes vetëvendosje? Ku i dihet? Kohëve të fundit është aktuale çështja e gjykatës speciale. Cili është mendimi juaj për këtë? Gjykata speciale si një tribunal i veçantë për krimet e supozuara të shqiptarëve në Kosovë është një padrejtësi të cilën ne e kundërshtojmë, një padrejtësi kundrejt Kosovës, kundrejt luftës e popullit shqiptar për liri dhe po ashtu kundrejt shqiptarëve në përgjithësi, një padrejtësi të cilën ne e kundërshtojmë si padrejtësi dhe jo si drejtësi. Prandaj kundërshtimi jonë për gjykatën speciale është një kundërshtim ndaj padrejtësisë, jo ndaj drejtësisë, për shkak se një drejtësi në ardhur në formë të tillë e paragjykuar nuk është tashmë drejtësi. Kjo gjykatë speciale paragjykon Kosovën si burim i krimit, gjë që s'ka qenë, jo si viktimë e krimit, gjë që ka qenë. A mendoni se do të kenë ndikim në përpilimin e listave për gjykim të gjykatës speciale? Nuk kam menduar asnjëherë për fatin e individëve kur kam folur për gjykatën speciale, gjithmonë kam menduar për fatin dhe imazhin e Kosovës dhe shqiptarëve kundër kësaj gjykate. A friksoni se mund të jeni njëri nga individët që mund të gjykohet nga kjo gjykatë? Sa flas për gjykatën speciale, nuk mendoj për vete, mendoj për Kosovën dhe imazhin e Kosovës, për shkak se fati im as i bashkëtarëve të mi nuk është i lidhur as i zgjidhur ndaj një gjykate të veçantë. Dhe për fund, apo mendoni se po prishet imazhi i lëvizjes vetëvendosje duke i marrë aktivist në pyetje në kryet me Dardan Molliqa, i cili gjatë disa aktiviteteve i merr në pyetje aktivist? A ju ka marrë pyetje dhe juve? Nuk e prisja që pyetja e fundit tjetë tipike ekspres, po sidoqoftë kështu doli, sidoqoftë në lëvizjen vetëvendosje nuk ka gjëra të tilla, askush nuk e merr dhe nuk i jep llogari
kërkujt në fushën, në rafshën e marrësin në pyetje, një organizat, dhe po ashtu lëvizja vetëvendosje po vazhdon të jetë e sfiduar nga një luftë speciale e natyrës së pyetjes tuaj, të cilën luftë do ta përballojmë me sukses. Një rast i mirë për ta demantuar atë që lëvizja vetëvendosje. Faleminderit që më dha rastin edhe një herë, por në lëvizjen vetëvendosje nuk ka marrje në pyetje, as nuk ka përgjigje në natyrën e marrjes në pyetje. Në lëvizjen vetëvendosje ka organizim, aktivizëm, dhe lëvizja vetëvendosje është një organizat shumë serioze. Dhe normalisht një organizat në kuptimin pozitiv e rrezikshëm për pushtetin. Shumë faleminderit për kohën tuaj. Ishte kënaqësi.